se cili është kuptimi i jetës dhe këtu do doja të zgjeroheshim pak më shumë. E ke gjetur ti sot kuptimin tënd të jetës? Po, të lexoj. Dhe nëse e bukur kjo. Unë nuk e di se cila është më interesante, të shohësh apo të dëgjosh. Dhe mendoj që në të dyja rastet është mjaft interesante. Jo, e di unë teksa e shoh Gjorgjinën, e di çfarë vibe më jep, edhe më kujton një nga filmat e mi të preferuar, personazhin, protagonist Emily Clark tek Me Before You. Po. Nuk e di pse ma jep shumë vibe-in e saj kur të shoh. Më ato filma për ta. Ndërkohë, ka shumë personazhe brenda meje që unë filloj të transformohet në shoqëri. Okej, Kjo është fshia e librit. Fakti që ke jetuar mes librash të bën ta kesh edhe këtë aftësi edhe gjithçka ta shohësh me një sy pak më ndryshe, po do doja ta vazhdoja të diskutimin për kuptimin e jetës. Shiko pak, kur njeriu lexon një libër, nuk duhet të mjaftohet thjesht çfarë ka lexuar aty, por tek impakti që ka marrë nga ai libër. Pikërisht. Dhe nëse flasim për impaktin, nëse ti nuk i përdor një uri që merr në jetën reale, ato nuk të vlejnë. Pra, unë gjatë gjithë le të themi kohës së leximit tim, në inkonsciencën time janë krijuar shumë ngjarje dhe ndodhira të cilat në një ditë të caktuar të jetës time reale janë bërë realitet. Mund të kem lexuar romane si Lolita, mund të kem lexuar romane të cilat më çonin në Amerikën e largët, në Hungari e të tjera. Dhe një ditë të bukur kam gjetur veten aty duke përjetuar ngjarje të pazakonta, të cilat ishin të ngjashme me historitë e librave që unë lexoja. Më tregoj një situatë që e ke gjetur veten sigurisht e personazhi aty librin. Ja, pikërisht ta lidh pak me personazhin Hans Karstorp. Unë jam shumë e lidhur me Zvicrën, sepse edhe puna ime më lidh me të. Në kokën time gjithmonë dëshiroja të shkoja një ditë në Zvicër, më jepte atë ndjesinë që po të shkoja aty do gjeja diçka që mua më mungonte. Pas 7 vitesh unë e lexova këtë libër, shkova në Zvicër për herë të parë. Dhe aty mora me vete pikërisht këtë libër në gjuhën italiane, La Montagna Magica të Thomas Mann. Dhe isha ulur aty në stol, sepse është Lago Maggiore, është liçeni dhe malet e tjera. Ishte një moment shumë magjik për mua, për të kuptuar që unë e kisha manifestuar këtë gjë gjithkohës. Doja të shkoja atje, doja ta përjetoja atë ndjesinë që dhe Hans Karstorp përjetoi, duke shkuar në një vend komplet ndryshe nga kultura e tij. Pra praktikisht në kokën tonë krijohen disa ligje tërheqje, le të themi, që ti nuk e kupton që kjo është ajo gjë që ti do dhe në fakt ti një ditë të bukur e arrin. Po për ta përdorur këtë fuqi duhet jo vetëm një punë e jashtëzakonshme veten tënde, jo vetëm mjaftohesh me librat, por edhe të guxosh. Unë jam një person që guxoj shumë, të bëj dhe gjëra që individët e tjerë thonë kjo është çmendur që e bën. Besoj që këtë gjithë e kemi parë në një farë mënyrë tek platformat e tua në rrjetet sociale dhe për një pjesë të madhe duken guximshme Gjorgjin. Po, të flasësh pa filtra, pa u vendosur në presion nga mendimi i shoqërisë. Po. Jepi Egon. Mbarove? Jepi. Në lidhje me këtë guximin tënd, rebelizmin tënd, a ke menduar ndonjëherë se mund të jesh duke përcjellë një model të gabuar tek vajza të tjera për shembull? Nuk po them që përcjell model të gabuar, po a e ke menduar ti këtë gjë që një sekondë se mbase është më e guximshme se ç'duhet, mbase nuk është tamam e duhura, mbase Shiko, duhet një lloj balance për çfarë do gjëje në jetë edhe në mënyrën se si unë postoj. Për shembull, vërtet në një moment unë guxoj, po në një moment tjetër unë dal edhe flas me ironi ose jap një përshtypje të një libri që kam lexuar, jap diçka që individi i cili më ndjek ta kuptoj që kjo gjë që unë provokoj, kjo gjë që unë bëj nuk është esenca e vërtet, por esenca vërtet është tek fjalët që unë dua t'i transmetoj. Pra, unë kam shumë vajza që i kam bërë shumë mikesha të mira dhe janë shumë vajza të mira, të cilat shpeshherë gjejnë shumë stre të më thon problematikat e tyre dhe më marrin këshilla dhe marrin dhe thon, madje më thon futem te ty vetëm që të karikohem me energji pozitive dhe kjo gjë mua më jep shumë dashuri dhe lumturi. Sigurisht nuk mund të pretendojmë që të na duan të gjithë individët, Sigurisht. Por duke patur unë dashamirësi për çdo person, sepse është kjo pjesa që kur ti ke kaluar disa vuajtje në jetë, ndonjëherë edhe unë vetë kam kaluar këtë pjesën e parë gjykimit që them e gjykoj dikë kot pa lidhje, pastaj them okay, po ndoshta kjo ka vuajtur, ndoshta ka hequr një fëmijë, ndoshta ka bërë diçka tjetër që i ka ndodhur, prandaj ndoshta flet kaq ashpër me mua. Do të thonë mund të ketë shumë gjëra të cilat neve nuk i dim, prapa kuintave dhe shpeshherë duhet që të
është kjo bariera që ti krijon, që një energjia negative mos të prekë individi tjetër. Është vështirë për të arritur këtë gjë, por që vjen një moment që thua, "Ok, çfarë mund të bëj unë? Kjo gjë nuk më prek, po çfarë mund të bëj unë për të ndihmuar?"